Përshëndetje të gjithë bashkomsave shqiptar që janë mbledhur këtu sot nga të gjitha anët e trojeve shqiptare, Maqedoni, Kosovë, Malizi, Çamëri dhe diaspora. Shpresa Demokrate është këtu sot para herojt tonë Skënderbe për të folur për një kaos që na bashkon të gjithëve, një manifestim paqësor për Shqipërinë tonë etnike. Qëllimi ynë është për të ngritur zërin tonë në paqe me dinjitet dhe krenari shqiptare. Jemi këtu sepse besojmë se Shqipëria duhet të jetë ashtu siç e ka krijuar Zoti dhe historia, me kufitë e saj natyror, me një tokë që flet shqip, nga Plava e Gucia, nga Ulqini në Prevez, nga Shkupi në Manastir e nga Tetova në Çamëri. Jemi këtu për të afirmuar një të drejtë historike që nuk mund të shuhet me kufi politik të padrejtë. Por ne nuk kërkojmë Shqipërinë natyrale me dhunë, ne nuk ngrejmë flamuj urrejtjeje, ne kërkojmë drejtësi përmes paqes, ne kërkojmë bashkim përmes dashurisë për atë dheun, për gjuhën dhe kulturën tonë. Sot është kënaqësi për mua të ndodhem sot tu së bashku me ju. Në radhë të parë dëshiroj të falenderoj profesor Pëllum Pilinçi,
themeluesin e Partisë Shpresa Demokrate, që me durim dhe vendosmëri mblodhi gjithë shqiptarët së bashku në sheshi Skënderbej. Dhe sot nuk jemi këtu për të folur fjalë të bukura, por jemi këtu për të folur midis nesh. Në këtë kohë pa siguri dhe sfidash, më lejoni t'ju kujtoj diçka të thjesht, por të rëndësishme. Ne jemi bijtë e këtij vendi, që kanë mësuar botës guximin, kulturën, dinjitetin dhe bukurinë. Shikoni për rreth. Çdo gur në vendin ton tregon një histori. Çdo mal, çdo qytet, çdo fshat mbarti honën e atyre që luftuan, dërtuan dhe shpresuan. Ne jemi trashëgimia e mendjeve të shkëlqyera dhe zemrave të forta, e atyre që dhanë jetën për kombin, për një ide, për një flamur që nuk është vetëm një premtim, nuk është vetëm një simbol, por është një luftë që është larë në gjak. Dhe mos harroni, nuk ka të ardhme pa kujtes, nuk ka përparim pa rënj, dhe rënjët tona janë në tokë që ka qarë, që ka luftuar, por që nuk është dorëzuar kur. Le të besojmë përsëri në forcën tonë, në bashkimin tonë. Ne nuk jemi popull që dorëzohet. Ne jemi një popull që ngrihet përsëri, gjithmonë. Më lejoni t'ju kujtoj 3 fjalë të thjeshta: drejtësi, dinjitet, të drejta njerëzore. I kemi dëgjuar aq shpesh sa që këto kanë humbur peshën e tyre. Por këto flasin pikërisht për ne. Për të mbrojtur këto të drejta, dhe kur ato na hiqen në heshtje, na duhet diçka që shpesh harrojmë. Por është shumë e thjeshtë dhe është arsimi. Jo vetëm shkolla, por dhe kurioziteti, të menduarit, aftësia për të parë botën dhe për të bërë pyetje. Sepse kush mëson të kuptojë, mëson dhe të zgjedh. Dhe ata që dinë të zgjedhin, nuk e lën veten të komandohen, nuk e lën veten të shtypen, nuk e lën veten të fiken. Kjo është arsyeja pse ja vlen të mësosh, të lexosh, të dëgjosh dhe të bësh pyetje, dhe kur të duket e kot. Edhe kur na thon se gjithsesi asgjë nuk do të ndryshojë, por gjërat ndryshojnë. Sigurisht që ndryshojnë. Ndoshta në heshtje, ndoshta ngadalë, por ato ndryshojnë kur ndryshon mendja jonë, kur del në dritë një mendim i ri. Dhe për këtë gjë nuk duhet të kërkojmë të jemi të përsosur. Thjesht të fillojmë të shikojmë pak më tej. Thjesht të mësojmë fëmijët tanë mos të kenë frikë të bëjnë pyetje. Mos pranoni faktin të dashur shqiptar që kështu është dhe kështu duhet të mbetet. Sot është koha për të vepruar me guxim për të ndërtuar të ardhmen e Shqipërisë. Sepse Shqipëria jemi ne. Faleminderit. Para se të vazhdojmë me fjalimet e organizuara për sot, dëshirojmë të prezantojmë vallet dhe këngët tona tradicionale, të cilat simbolizojnë bashkimin, forcën dhe unitetin e kombit ton. Këto performanca ju dedikohen të gjithëve ju sot që jeni mbledhur këtu, por dhe shqiptarëve në diasporë, të cilët nuk kanë patur mundësinë të na bashkohen sot. Kemi kënaqësinë dhe nderin të mirpresim profesor doktor i Fakultetit të Prishtinës, zoti Agim Krasniqi. E ndjekim. Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar bashkombas nga Tirana, nga viset e jugut dhe të veriut, nga Kosova, nga Qemeria, nga Mërgata e madhe shqiptare. Mirë se ju gjejnë këtë ditë që ka për të hyrë në historinë tonë. Ne sot nuk jemi mbledhur thjesht për të dëgjuar, por jemi mbledhur për të zgjuar ndërgjegjen tonë kombëtare e cila është e lodhur nga pritja. Nuk jemi këtu për të folur fjalë boshe, por për të nisur një epokë të re ku shqiptarët nuk e pranojnë më ndarjen si fat, por do të kërkojnë
bashkimin si e drejt sublime e kombit shqiptar. Sepse kombi shqiptar është një dhe duhet të jetoj si një, jo i coptuar nga padrejtësitë historike. Këtë takim nuk e organizoi asnjë parti, nuk e thiri asnjë pushtet, por as nuk është edhe tubim elektoral. Është zëri i ndërgjegjes kombëtare, është thirrja e zemrës shqiptare që nuk pranon më heshtjen. Këtë lëvizje e nisi një njeri, por i cili përfason një popull të tërë. Është pikrisht profesor Pëllum Pilinçi, prandaj i dashur profesor, ju falenderoj për guximin tuaj, për vizionin të pastër dhe sy pa trembur. Jam këtu nga Kosova dhe jo rastësisht, sepse Kosova nuk është as krajinë, nuk është as çështje e mbyllur, është zemra kombit ku mund thuhet edhe gjaku ynë që nuk falet kurrë. Shqipëria pa Kosovën është trup pa zemër. Kosova pa Shqipërinë është zë pa frymë. Sot, nga kjo tribun, dua të them një vërtetë të madhe. Ka ardhur koha që shqiptarët të mos kërkojnë më leje për të qenë një. Pra, duhet shmangim frikën nga diplomacia ndërkombëtare se nuk bën të thuhet hapur se duhet dhe koha kërkon të bashkohemi. Në funksion kësaj, ne kërkojmë një qeveri shqiptare, e cila punon për shqiptarët, të bazuar në dije, ndershmëri, jo në pazare e klientelizëm. Një qeveri teknike që vendos në qendër qytetarin dhe jo partinë. Një Shqipëri të njerëzve të ndershëm, gjithashtu edhe Kosovën dhe gjitha teritoret shqiptare ku jetojnë ata, e jo të klaneve që rjepin pasurinë e vendit. Kërkojmë bashkim kombëtar, jo thjesht në hartë, por në arsim, ekonomi, kulturë, siguri, diplomaci dhe shpirt. Kërkojmë që zëri dremisës të dëgjohet në Vlorë, që dhembja Çamerisë të jetë dhimbje e gjithë kombit, që krenaria e Malësisë të jetë flamur për gjithë shqiptarët. Të dashur bashkombas, këto nuk janë vetëm fjalë. Kjo që po ndërtojmë bashkë me guximin dhe përkushtimin e profesor Pilinçit është rrugë konkrete, platformë që merr emrin e vet të natyrshëm, shpresa demokratike. Ne kemi humbur shumë gjëra, por nuk kemi të drejtë të humbasim shpresën. Dhe kjo shpresë nuk është më abstrakte, ka emër, ka qëllim, ka rrugë. Shpresa demokratike e të gjithë shqiptarëve të ndershëm, e të rinjve që duan të jetojnë në atë dhej, e nënave që kërkojnë drejtësi, e burrat që kërkojnë dinitet, është shpresa për një Shqipëri që nuk do të gjeniozohet më kurrë. Është shpresa për një këmbë që ngrihet në fund në këmbët e veta. Kemi duruar ndarjet, kemi duruar dhunën dhe terrorin, kemi duruar varfërinë dhe tradhtinë, por mos të durojmë më heshtjen. Nuk ka më kohë për pritje, ka ardhur koha për veprim, ka ardhur koha që historia të mos na shkruaj si viktima, por si brezi që bashkoi kombin me dinitet dhe vepra. Falënderit. Në emër të Kosovës së Lirë, në emër të dëshmorëve të UÇK-s, në emër të studentëve të Telltenishit, atyre që ngritën flamurin në Prekaz, në emër të fëmijëve që lindin sot me emrin Shqipëri në gjak, bëjmë betim këtu sot. Nuk do të ndalemi derisa shqiptarët të jenë të bashkuar në një këmbë, në një flamur me një të ardhme të përbashkët.
Dhe në fund, më lejoni që me fjalët e një burri të madh, si që është atë Zef Plumbit, që nuk e ndali dot as burgu, as dhuna, as diktatura, po i citoj disa fjalë të tij të shkëlqyeshme. Mos fol për liri nëse se do atë me shpirtin tënd. Se liria nuk është dhurat. Liria është gjak, është besë, është betim. Lavdi të rënëve tanë, nderime brezave që nuk u shitën kur, roft Shqipëria e Bashkuar, roft Kosova Krenare, Zoti e Bekov Kombi Shqiptar, roft Shpresa Demokratike. Faleminderit shumë. Profesorin për fjalimin e tij. Tani është momenti për të ndëruar pak atmosferë dhe të ftojmë në skenë një artist që me pasion dhe përkushtim ka sjellë në jetë bukurinë dhe fuqinë e këngëve popullore shqiptare. Ju lutem, me një duartrokitje të madhe, mirëprisi në skenë Mic Koca me këngën patriotike Djem të Shqipes. Faleminderit. Njëti më falë. Atër motra dhe vllazën, ju përshëndes nga zemra, me shumë emocione, e përshëndes kryetarin, Pëllum Perinçin, i cili na ka bashku sot në këtë shesh kaq të bukur, më të bukurin në botë. Kështu se krenaria jeme është që jem mesin tuj, inshallah për ditë më shumë ta mushim krejt Tiranën, edhe të jemi vetëm Shqipëri etnike, të bashkuar si gjithmonë. Kështu që e vetmja shpresë është që kombi jon të bashkohet rreth flamurit kuqës i ku të qenë. Me respekt e mia, na kanë hek edhe shenu që kësë për nuk ka lidhje se na e kemi në zemër, prej zemrës së na hek kërkosh kur. Ju përshëndes nga zemra. Shkojmë. Porosin e kastriotit, këtona I dalim ore vërzor zotit. Si kur qanës mija për
vend, Gjon Prishtina thët për Tirane. Që me thash edhe qameria, unë i tem, ose këtë Shqipënia. Mesazh shkupi e origini, forca jon është veç bashkimi. Jemi të bite në Shqipe, ta bashkoj o Shqiprin etnike. Jemi të bite në Shqipe, respekte për gjithë, ju faleminderit shumë. Performancën që na dhurojnë. Mirpresim tani në sken intelektualen e ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonjën Entela Matsuka. E ftoj në sken. Mirëmbrëma të dashur shqiptar. Mirëmbrëma të dashur shqiptar dhe shqiptar të Amerikës. Motra dhe vëllezër shqiptar. Sot nuk u flas vetëm si një qytetare e thjesht, por si një njeri që kam jetuar ëndrrën amerikane. Dhe që ka vendosur të kthehet në vendlindje. Për të dhënë diçka që ka mësuar dhe ka fituar. Kur unë isha 20 vjeç, jam larguar nga Shqipëria me shpresën për një jetë më të mirë. Shkova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Punova fort, ndërtova një jetë të suksesshme. Dhe arrita një sukses si në familje dhe në profesionin tim mjekësi. Por zemra ime gjithmonë ka qenë këtu në Shqipëri. Dhe tani mbas shumë vites nuk kam ardhur për të parë nga larg, kam ardhur për të ndihmuar, për të dhënë dhe jo për të marrë. Kam ardhur për të kontribuar me përvojën time, me vizionin tim, me vullnetin tim, për të rindërtuar këtë vend që dua si shpirtin tim. Këtë nuk mund ta bëj vetëm. Këtë nuk mund ta bëj vetëm. Prandaj zgjodha të bashkohem me partinë Shpresa Demokrate, me themeluesin e partisë tonë, Mr. Pilinçi. Emocione. Edhe ne kemi emocione. Është një lëvizje, është një vizion, është një zgjim, një ndërgjegjes kombëtare. Shpresa Demokrate. Është e ardhmja e këtij vendi. Nuk flet Shpresa Demokrate, nuk flet për të kaluarën me urrëtie, por me të ardhmen me guxim. Kjo është partia e shqiptarëve që nuk dorëzohet. E të rinjve që duan të kthehen. E profesionistëve që duan të ndërtojnë Shqipërinë. E grave dhe burrave që nuk pranojnë më të jetojnë në padrejtësi.
në varfëri, apo në ndrysi. Unë jam kthyer dhe besoj, dhe besimi im është i lidhur me këtë forcë politike, që më në fund flet si shqiptar dhe punon për popullin shqiptar. Ju ftoj të bashkohemi, bashkoheni me ne, sepse vendi ynë nuk mund të pres më. E ardhmja është tani dhe bashkë do ta ndërtojmë. Shqipëria do bëhet me kufi natyror. Ju faleminderit të gjithëve. Zonjën Entela Matsuka, artisti që do të vi tani në sken, i jep çdo note, jetë dhe çdo fjale pesh. Ai është një artist që i qëndron besnik artit të vërtet dhe që ngjall admirimin jo vetëm për vokalin, por për mënyrën se si përçon emocione të thella me thjeshtësi dhe dinjitet. Mirpresim këngëtarin e ardhur nga Italia, Andrea Vasaj. Faleminderit. Që jam këtu sonde, edhe doja t'ju falenderoj që jeni të gjithë thu, edhe shpresoj ju pëlqen kënga ime sonde. Hajde, jepi! Po së dëgjoj mirë! Duar drogite të gjithë! Hajde! Jepi! Emrin kënga e ka Rof Shqipëria, edhe shpresoj ju pëlqen. Rof Shqipëria! Ja, brava. Hey, oh. Rof Shqipëria, a they with me dhe Shqipëri e mirë e 3 milion partive. Shqitur nga drejtësia, mbeti pleqnia, se i kurinia. Rof Shqipëria nuk dhe skur, e thet e pushtetit, lagosur nga media. Shqipëri e smur, Rof Shqipëria, ndotur e përlotur nga teti mallkuar, palare parruar. E lirë dhe e coptuar, e kanabizuar, vjedhu dhe tradhuar, e krisur në tru. Çfarë po ndodh këtu? As mashkull as femër, pa pronë e pa emër. Partë rëpitje mo, si një gjoj. Rof Shqipëria, jo nuk vdes kur. Kros këllë kur, Shqipëria lugat, mos harroni kur që mbeti e pa fat. Që mbjeton veç me korrupsion, që trembet nga ne. Shqipëri me trefer, Shqipëria natyrore, që sot po harrohet dhe as nuk pranohet kur nuk dashurohet. Shqipëria gjysma e pa fat, Shqipëri e zoptuar, absurde shere gjak. Shqipëria, jo nuk vdes kur. Po së diqoj fare mo, së diqoj dërë të kytje, në pesh me shumeni sot. Atje ku fosh një plaket nga hallet, atje ku plaku bën si fmija, atje ku shteti me njerëzit talet, atje shpesohet as perëndia, atje ku çmimet çdo ditë në sipër, atje ku shitet krimi me kile, atje ku truni është sa një qishër, atje drejton s'japi me zile. Jo mos më thoni vendin ku qindet, jo mos më thoni është e mallkuar, nëse njeriu ende nuk shmendet, vet Perëndia e ka bekuar. Ne kemi tokën të larë në diell, dhe në të rezën të shenjë në qell. Ne kemi gjergjin e kastriotit, në kombi lasht, në balë të klopit, ne mbjetuam në mijë vjeçar. Brezët që vinë do jenë krenar. Rof Shqipëria,
Teresa, kur. Tani do ju këndoj një këngë tjetër. Emrin e ka Enigma ime. Jepi, të lutem. Mirëmbrëma profesor. Faleminderit. Qelin shikoja një natë, miljarda yje qëndrin. Nuk di kush është më e lashtë, toke qeli njësoj bashk. Qelin shikoja një natë, valat je larta ka jetë, ëngjëjt atje kan folet. Asnjërio nuk ma thot, ti enigma mbetesh ti, e largohesh si një vegim. Qeli dhe tona, e ndjeja dy binjak, arka e Noes, enigma jone last, i dha tokës, i dha drejtitje. Dhe dashuria, enigma që vazhdon. Apo ju pëlqen? Në qelin blu shoq çdo natë, miljarda yje qëndrin. Me ti kjo enigme lash, toka dhe qeli binjak, enigma shpesh më qolark. Qeli dhe toka, e ndjeja dy binjak, arka e Noes, enigma jone lash, i dha tokës, i dha drejtitje. Dhe dashuria, enigma që vazhdon. Qeli dhe toka, e ndjeja dy binjak, arka e Noes, enigma jone lash. Faleminderit të gjithëve. Shumë faleminderit që keni ardhur sot. Enigma që vazhdon për jetë. Shumë faleminderit profesor, edhe juve shumë faleminderit. Andrea Vathaj dhe mirëpresim në sken aktivisten e shoqërisë civile dhe kryetare e gruas të Shpresa Demokrate, zonja Naime Gjongecaj. E mirëpresim. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma Shqipe, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që jeni e ndodheni. Mirë se keni ardhur në këtë ditë shenjtë, ditën e Shqipërisë madhe, Shqipërisë etnike, të trojeve tona. Mirë se keni ardhur një herë. Do flas si një nanë, si një qytetare, si një aktiviste drejtave të njeriut dhe si një mbështetëse e kësaj lëvizje mbarkombëtare të gjitha trojeve tona, brenda dhe jashtë atë dheut, të ngrihem të gjithë të bashkuar me një qëllim, token, atë dheun, kombin dhe flamurin, kuqezi dhe flamurin amerikan që na ka mbështet në ndërbreza. Sot dua të flas me dy fjalë të shkurtra për shtyllën themelore të shoqërisë shqiptare, për nanën, motrën, gruën dhe aktivistën e gjallë që ka mbajtur Shqipërinë, familjen, brezat, traditat, deri ditë sotme. Çfarë do pasojash dhe peripecisë që kemi kalue, ju kanë mbizetrue, kanë mbijetue dhe mbijetojnë. Prej shekuj gruaja shqiptare ka mbijetuar mbi supe,
ka mbajtur mbi supe peshen, traditën, familjen, ekonominë shtëpiake, në kohën e diktaturën 45 vjeçare, ka punuar në fusha, në ara, në kodra, në kanale, në arsim, në kulturë, kudo, dhe ka lënë emrin e mirë. Në këto 34 vite demokraci, në populli shqiptar, në nanat shqiptare, në motrat shqiptare, duhet ta kuptoj mirë fjalën demokraci, ta kuptoj mirë fjalën emancipim, ta kuptoj mirë fjalën liri. Dhe fjala liri vjen nga fjala me dashur, me bukur, me bekuar, që mund të ketë shqiptarizmi, troje tona. Me gjitha ta, du të flasë dhe 2 pika të shkurtra për shoqërinë shqiptare, për nanat shqiptare, për këtë ftesë që na ka bë i madhi dhe i ndrituri profesor doktor Pëllum Pilinçi, që të bashkohem rinia jonë në nanat shqiptare. Në nanat shqiptare t'i përkunim nipat dhe mbesat tona, jo t'i kem mall, jo t'i kem frikë t'i shohim në për ekrane. Prandaj, duhet punojmë gjithë bashkuem, ta bijmë rinin ton, ta punësojmë rinin ton, ta mbështesim rinin ton, një kohë që rinia jonë po drejton botën, po drejton djajnë senatorët e botës dhe në Shqipëri, përdoret diaspora, për 2 muj, për 1 muj, dhe i thonë, i kisha rrugë, sa është krimi korrupsioni në pushtet, në qeveri, dhe në parlament. Pëllum Pilinçi! Faleminderit, Zoti ju ruaj, Zoti ju bekov gjithve. Sot kemi një detyrë të rëndësishme, është koha që gruaja shqiptare mos jetë me vetëm simbol i forcës së heshtur. Në institucionet tona, në ekonominë tonë, në kulturën tonë, në të ardhmen tonë, shqiptarizmi, gruaja, nana, motra, është ajo që bën familjen, që mbështet familjen, që një mashkull është krenar, që bëhet prind, vetëm fal një femne që ka këmbgulje, të formojnë familje, të formojnë shtetin, dhe vetëm nëpërmjet një nane edukohen brezat, edukohet shteti dhe do arrim aty ku duhet, Shqipëria natyrale, Shqipëria jonë e mbështetur nga Amerika. Ne jena Europa, ne jena shqiptarizmi, askush nuk do t'na përçajnë, se jem shqiptar në tokën tonë. Faleminderit. Ne jemi një këmbë, më i lashti në Europë, jemi një këmbë që jena vetë Ballkani, jena një këmbë që jemi vetë Europa, dhe ky këmbë që jemi neve duhet të tregoj gjithë botës, si që tregoj me artë, me kulturë dhe me tradita që ne do t'ja dalim, dhe të gjithë bashkuar, nuk du t'kem frikë politiken, se jena pa korruptuar, pa përzirë në krim, pa përzirë në korrupsion. Prandaj, vlezër e motra, bashkojnë në shpresë demokratike, bashkojnë i këtij programi që i ka statusin, i ka pikat e përbashkëta me kushtetutën amerikane. Prandaj, të punojmë gjithë bashkuar, me mbështetjet e njëri tjetrit, me mbështetjet të bashkuar që të kemi në Shqipëri, etnike, të lirë, të pavarur, me kufi natyror, bashku vllau të motra me kufi. 2 vargje të vogla do t'i shkruj. Pyet Kosova Marinan, çka çamria qelshon zon? Thot çamria Kosov motër, nuk lëshoj tok, as nuk lëshoj votër. E në Preshevo në i piskama, ku jenan motër e vlla, pse po mleni mu në shka? Rënaf Shqipëria, rënaf Turqeja, rënaf populli shqiptar, rënaf Amerika, Zoti ju bekov. Falenderojmë aktivisten zonja Naime Gjongecaj për fjalimin e saj dhe me duar trokitje mirëpresim një tjetër artist të lindur dhe rritur në Mirdit, një krahin e njohur për traditat e saj muzikore dhe folklorike. Ai është një nga përfaqësuesit më të spikatur të muzikës popullore të veriut të Shqipërisë. Le ta mirëpresim me një duartrokitje të ngrohtë artistin Gjin Dona.
qonë token, o me dorë në zemër, o me qenë në loken, o mirujt Zoti, marrëdje me të mije, o ju kanona, more dritë në syje, heu ku do t'jeni, o ju kam o në zemër, o për me shtetë more, po emër o për emër. Dash të punës, dash të shkollës, alla në dyshe qëllë të botës, kur festoj për tjem dhe sfaqit, o dritë në shojnë i mërë, o të roje me ardi. Oh,
festojmë bashk. O, kënaqe shpirti, more me Kur'an. O, ushtrohe sobra, more për Bajram. Kënoj për bashke për Bajram, se të gjithë një zot e kanë. Të krishter musliman, linden vlazen janë. Kënoj për bashke për Bajram, se të gjithë një zot e kanë. Të krishter musliman, linden vlazen janë. Përshëndes gjithëve, faleminderit. Falenderojmë këngëtarin Gjin Dona për performancën që na dhuroi dhe tani ftojmë në skenë inxhinierin Rako Paja, i cili do të flasë për emigrantët. E ndjekim. Një dy. Përshëndetje Shqipëri. Përshëndetje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptar kudo jeni. Maqedoni, përshëndetje. Përshëndetje Kosova. Përshëndetje Çamëria. E di që jeni pak, por jemi shumë. Ju bëj thirrje të ktheheni në Shqipëri. Unë jam një prej jush, emigruar, që nga mosha 15 vjeç, dhe jam këtu për të sjell më të mirën për shqiptarët kudo që janë. Për Shqipërinë të bëhet Shqipëria e bukur siç i takon, ajo natyrore. Faleminderit profesor, emocionet bëjnë të vetat. Unë nuk jam mësuar me skenë, por jam mësuar me punë, të punoj nga mosha 15 dhe sot që jam 43. Ju dua të gjithë, kudo që jeni, të gjithë të bashkuar, Shqipëria do bëhet më e mirë. E jani arkitekt, e jani inxhinier, e jani të rinj, profesori, Shqipërinë e madhe natyrore do e bëj vetëm të rinj. Ai nuk intereson asgjë për veten e tij. Kush nuk e nje, e falenderoj atë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mendojnë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit, emocionet bëjnë të veta, unë fjalën nuk më mbarohen. Ju dua shumë kudo që jeni. Me respekt, Rako Paja. Falenderojmë zotin Rako Paja dhe ftojmë në skenë këngëtarin e mirënjohur, zotin Gjelosh Hajdari,
dhe pas ti Gëzim Zefi. Faleminderit. Popull shqiptar, vëllezër dhe motra, kudo që jeni. Mirë mbrëma, mirë se u bashkuam në këtë ditë të bukur dhe të madhe. Nuk po zgjatëm sepse s'do ta bëjmë bezdishëm programin kaq mallështor, por nuk mund të lejoj pa përshëndet përzemërsisht doktor profesor Plumpi Linçin me gjithë stafin e tij, rrof populli shqiptar, rrof Shqipëria etnike kudo që janë. Ju përshëndes të gjithë dhe gjithmonë në gëzim e në harmoni, gjithë kopi shqiptar kudo që ndodhet në botë. Sa herë di e vjo kreshtat e
Shqiptarin, shpunin a i doli, me Shqiptarin. Skanderbeu, na një griti shpatat, mlodhi kërën e principatat, te gjithë bashk me zotin u e venin, e në lejë kanë voku venin.
artistët Gjelosh Hajdari dhe Gëzim Zefi për këtë performancë të mrekullueshme dhe tani ftoj në skenë ekonomisten zonja Lindita Tela të na tregojë arsyen se pse i është bashkuar këtij manifestimi. E ndjekim. Përshëndetje të dashur shqiptar. Mirë se keni ardhur brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë deri në Amerikën e Largët. Mirë se keni ardhur. I bashkohemi kësaj nisme drejtuar nga profesor doktor Pollum Gani Pilinçi. E falenderojmë. Përshëndetje të dashur miq, shqiptar që keni ardhur nga çdo trep shqiptare dhe jashtë saj. Jam shumë e lumtur që thirrja jonë është dëgjuar nga zemrat tuaja, pasi të tërë së bashku mund të bëjmë Shqipërinë që ne duam. Kudo në Shqipërinë tonë të madhe ka shqiptar me mendje të zgjuar, me zemër të madhe, me ide për zhvillime në çdo sferë biznesi. Ka shqiptar që shkëlqejnë në vend të huaj. Por jo, duhet këtu, duhet në vendin tuaj, të jepni atë që Zoti ju ka fal, atë shkëlqim që s'mund t'ju ashuaj askush. Duaj që një zëri, çdo njëri prej nesh, të zgjohet, të ngrihet e të dalë nga guacka huaj, të notoj vetëm në vendin e vet. Ndër breza jemi pushtuar nga fuqitë e mëdha që na kanë pushtuar, dhe janë munduar të na shuajnë, të na vrasin, të na lejnë pa bukë, pa veshje, e gjithnjë në frikë. Por ka ardhur koha të vendosim ne fatin tonë, të marrim në dorë ne drejtimin e vendit tonë. Ndaj kërkoj që të tërë së bashku, me përkrajen tuaj, të jemi një zëri me ndryshimet që po vinë, të përkrajmë pa kushte profesor Pilinçin dhe të ndërtojmë Shqipërinë e madhe e krah Amerikës, si shtylla jonë e fort për këtë ndryshim rrënjësor. Ju falenderoj shumë për prezencën dhe frymën e sigurisë që përcjellni tek ne. Ju mirëpresim në çdo organizim tjetër, qofshim gjithmonë të bashkuar. Falenderojmë zonjë Lindita Tela dhe mirëpresim me duar trokitje këngëtaren Sofie Lezaj e ardhur nga diaspora Enkas për këtë manifestim madhështor. Vetëm pak, sepse po respektojmë hoxhën që është duke kënduar. Vim pas pak. Në fjalimin e radhës, tani ftoj në skenë zotin Artan Boçi. E ndjekim. Motra dhe vlezër shqiptar, nga çdo cep i kësaj toke të bekuar dhe nga çdo anë e botës, mirë se erdhët në këtë ditë të shenjtë të Bashkimit Kombëtar. Sot nuk jemi thjesht qytetar të ndarë në hartë, por bijtë e një nëne, Shqipërisë etnike, që për më shumë se një shekull u coptua padrejtësisht, por kurrë nuk u dorëzua. Mirë se erdhët ju nga Plava e Gucia, Ulqini e Tuzi, Presheva Bujanoci, Tetova, Struga e Gostivari. Mirë se erdhët ju nga Çamëria që ende qanë, për bijtë e saj të vrarë dhe të gjallët që nuk gjejnë prehje në shtëpitë e tyre. Mirë se erdhët ju nga Kosova martire, toka që u dogjë, por nuk u nënshtrua kurrë, zemra që rre për liri e dinjitet. Dhe mirë se erdhët ju, mërgjimtar shqiptar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, Zvicër, Gjermani, Italia, Angli, e çdo cep të globit. Ju që e mbajtë gjuhën gjallë, flamurin lartë dhe kombin në zemër, edhe kur toka nan, ju mungoj nën kam. Sot jemi këtu për një thirrje të shenjtë, Bashkim Kombëtar, jo si hakmarrje, jo si kërcënim, por si një e drejtë e vonuar. Ne nuk kërkojmë luftë, ne duam paqe, por një paqe që nuk ndërtohet mbi harresën, por mbi të vërtetën dhe drejtësinë. Sot kemi një shpresë të re,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë më i madh, na ka shtrirë dorën e bashkëpunimit. Ata kanë qenë me ne në ditët më të vështira dhe sot na japin një mundësi historike. Kjo është thirrja e shekullit, një derë që mund të mbyllet nëse nuk veprojmë, një shans që kërkon vetëm një gjë, unitet. Por kemi një plagë që na dëmton, ne harrojmë shpejt, harrojmë kush na dogji, kush na vrau, kush na ndau, dhe shpesh ju shtrim dorën duke kërkuar lëmosh dhe ngurojmë të përqafojmë vëllain ton. Kjo është koha të japim fund harresës, të japim fund ndarjes. Të bëhemi një, le të jemi zëri i atyre që nuk janë më, shpresa e atyre që jetojnë me dhimbje dhe premtimi për ata që të do vinë pas nesh. Rroft Bashkimi Kombëtar, rroft Shqipëria etnike, rroft Kosova martire, rroft Qamëria krenare, rroft Mërgata shqiptare. Zoti e bekoft kombin shqiptar. Ju falemnderit. Falemderojmë Zotin Artan Boçi dhe ftojmë tani në skenë zonjën Gjeni Aliçkaj. Në mbështetje të thirrjes së profesor Pëllum Pilinçit për intelektualët që ndodhen në Mërgim, si intelektuale e kthyer nga Grishia pas 33 vitesh, në mbështetje të kësaj lëvizje demokratike. Ta dëgjojmë. Mimbrëma dashur shqiptar, mimbrëma dashur bashkëdetar, mimbrëma dashur shqiptar, kudo që ndodhen në të gjitha fiset e Shqipërisë, kudo që ndodhen në të gjithë botën. Jam shumë e gëzuar sot që jam këtu. Dhe dua të falenderoj profesor Pilinçin, jo vetëm për ftesën që na ftoi për këtë bashkim, për të drejtat tona, për të gjetur rrugën tonë të drejtë për të cilën, por sepse unë sot jam e gëzuar dhe në më besoni, është herë e parë që unë vi në Shqipëri dhe shikoj njerëz të veshur me rroba të bukura, sepse jemi katandisur, sepse ky sistem, kjo qeveri 34 vjeçare, na katandisi që të vinim në Shqipëri vetëm për vdekje, vetëm për përcjell prindrit dhe për përcjell njëri tjetrin me rrobën e zezë, edhe me lotët në faqe. Prandaj, jam shumë e gëzuar që sot po vi dhe ju shikoj me rroba të bukura. Inshallah me rroba të bukura dhe me gëzimet të jeni dhe në dashmat e fëmijëve tuaja dhe në gëzimet tuaja më të mira familjare, qofshin për herë. Më vjen shumë keq që e fillova këtë fjalim me fjalën vdekje, por sepse ashtu ndihem, sepse jam e mërzitur, e dini pse jam e mërzitur, sepse nëna ime rriti 6 fëmijë të shumtët me universitet dhe të tërë u larguan. Ajo u smur se përballoi dot largimin e fëmijëve dhe kjo ishte arsye që u largua nga jeta. Por sa nëna të tjera janë që të vdekura mbi varr, për fëmijët e tyre, për djemt dhe vajzat e tyre që u mbytën në dete, për fëmijët e tyre, për vajzat e djemt që u vranë në për male dhe në për fusha, në gjitha vendet e tjera të botës. Po për të gjitha ato nëna që vajzat e tyre, trupi i tyre, kufoma e tyre u bë argëtuar në Evropa. Për të gjitha ato nëna që prishin fëmijët e tyre që të vinin dhe fatkeqësisht atyre ja sollën në kuti. Për të gjitha ata prindrit tanë dhe për neve dhe për fëmijët tanë, që tsunami i Sali Berishës e pares të tij e shkatërroi të gjithë djersën, mundin, sakrificat e prindërve tanë, të gjyshrëve tanë për 46 vjetë, për të gjitha ato nëna dhe për të gjitha ata baballar që punuan ai me djersë, me sakrificë, pavarësisht se kujt i shërbenin, s'ka rëndësi se kujt i shërbenin. Zoti Berisha, unë do t'ju them një fjalë. Juve jeni akuzuar dhe jeni diskutuar dhe jeni gjykuar për vjedhje, për hajdutëlli, nuk më duhen ato gjëra. Jeni akuzuar edhe për vrasës. Por ju jeni mjek dhe ju nuk mund jeni vrasës. Juve jeni për të dhënë jetë njerëzve, por
si që shikoni, pacientët tuaj, Zoti Berisha kanë vdekur. Nga Zoti apo nga pakujdesit profesionale, ata gjithsesi kanë vdekur. Prandaj, dorëzojeni pardesyn e bardh doktor Berisha. Doja të thosha dy fjalë Zotit Rama. Erdhi në të njëjtën formë, në të njëjtën përmbajtje, po trendi në vazhdimsi të kësaj qeverie që është 34 vjet. Ju Zoti Rama jeni artist, ndoshta s'keni vjedhur, po ju jeni artist dhe keni vjedhur zemrat e njerëzve. Ashtu, si çdo artist që vjedh zemrat e njerëzve, por mos harroni. Shfaqja juaj mbaroi dhe bileta nuk ju shiten më. Filluat i bleni vetë bileta. Në një shfaqje teatrale nuk ka faj vetëm protagonisti, por janë dhe aktorët e tjerë. Ndoshta mikrofoni. Okej, se koha është e shkurtër, na falni sepse edhe aktiviteti filloi pak me vonesë. Unë ju uroj shëndet, jetë, dua edhe një herë me gjithë shpirtin nga zemra ime, këtu nga zemra e Shqipërisë, nga Tirana jon e bukur, t'ju falenderoj që erdhët, të përgëzoj dhe të falenderoj profesor Pëllum Biliçi që na dha këtë mundësi për të takuar nga afër dhe për të thënë fjalën tonë, të cilin për 34 vjet nuk mundim ta toshnim. Dhe ju uroj shëndet, ju uroj gëzime, ju uroj po, rrofë profesor Biliçi, rrofshin demokratët e Shqipërisë, rrofshin ata që na duan dhe na kanë mbrojtur në shekuj, rroft Amerika dhe ju pafsha të gëzuar me syt me shpresë dhe me zemrën e mbushur me gëzime dhe dasmat e fëmijëve tuaj. Faleminderit. Kaj për fjalimin e saj. Para se të vi profesor Pëllum Biliçi në skenë, do të ftojmë Azem Gashin, i cili është ekspert në fushën turistike, i ardhur nga diaspora, që do të na flasi për vendin e tij. E ndjekim. Vëllezër dhe motra, Shqipëria nuk është vetëm ajo që është në hartë, ajo është një shpirt i lashtë i ndarë në shumë trupa. Në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, Çambëri dhe diasporë. Ne jemi një komb, një zemër dhe një kujtesë. Dhe sot ajo zemër porre më fort se kur. Nuk kemi këtu për të ndarë, por të kujtuar se shqiptarët është pjesë e kësaj toke të shenjtë. Nuk kemi këtu për të ndarë, por të bashkuar zemrat. Dhe nëse bashkohemi në dashuri, në gjuhë dhe kujtesë, kufijt s'kan më peshë. Shqipëria që bashkohet nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Ai ka nevojë për vëllezër që nuk harrojnë njëri tjetrin, për mota që kujtojnë këngën dhe për fëmijë që rriten me dinjitet dhe jo me largim. Unë besoj se ajo s'ko ka ardhur, jo si një ëndër, po si një zgjedhje që fillon me ne sot këtu. Le të jemi ne, brez pas brezi, ato që bashkohemi vetëm tokën, por shpirtin shqiptar. Le të jemi ne, që nga ky shesh vlezim një dritë që s'ka për të fikur më, sepse kur shqiptarët bashkohen, drita kthehet në komb. Ju faleminderit. 7.500 njershin për të vrarë vëllan me motër. Është e qëllimshme nga serbët, po të dashur shqiptar, ne kemi fuqi. Ne nuk pyesëm për serbët. Ashtu, kur u çlirua Kosova, rrugova e firmosi që të mos vini Amerikanët të luftonin. Sali Berisha e firmosi jo. Por, do pyesim ne, Sali Berishën edhe rrugovën, avionët u nisën për në Serbi. Presidenti Clintoni që ishte në tavolin, kur mori zarfin dhe e lexovi, avionët ishën duke bombarduar. Prandaj shqiptarët janë kudo, kanë fuqin kudo, me këtë flamur kudo t'jeni. Është për hapur të dashur shqiptar, se serbët janë bërgati ty në Kosovë. Të dashur shqiptar, ata kam vdekur. Nuk kam serb në tokën shqiptare. Nuk ka serb me me, po të duan le ta provojnë. Deri në Beograd kemi përvajtur, atje ku kemi themelat tonë. Aty ka gjenë patriotët e Shqipërisë. Pra, të dashur shqiptar, unë shoh disave që janë larguar dhe rrinë në përcepat
kanë frikë. Nga kush keni frikë, more? Një Edi Rama, ai ka jetuar në përurat e Francës. Ai sot, ai do iki nesër. Ai s'ka vrim ku të futet. Ne kemi qelsat. Unë u them të gjithve, pavarësisht se si janë, mja me shqiptarë, mja i ropë të shqiptarë, mja i votë të shqiptarë, mja i burgosë shqiptarë, burgosën personat për një dritë. Kurse, hajdutët që do t'i shini të dashur shqiptarë nuk ka më kyqe për duart, po do t'i heqëm zvarë militar të gjithë që t'i shini me sy para Skënderbeu. Të dashur shqiptarë, të dashur shqiptarë, sot është dita e juaj. Të më falni disa që janë më të vjetër se mua, afroni motër vëlla, afroni që hasbët tonë, sërbët, rusët, englezët, francezët, nuk na duane, po aman të din se ne jemi kudo. Edhe ai lufta e tretë që ka filluar, ka 2 vjetë, do të shini se që do bëhet. Shqipëria kur nuk preket me, ata mamë si në luftën e dytë botërore, zjenë të gjithë luftuan, Turqia nuk luftoi. E dini pse? Sepse ishte ushtria amerikane. Pra këtu keni ushtrinë amerikane me çdo kodër, me çdo vend, me çdo cep, në ministri, në kryeministri, në parlament, janë amerikanët, janë kudo. Pra të dashur shqiptar, unë u bi thirrje. Unë u bi thirrje nënave që nuk pinë një gotë ujë. Janë veshur me të zeza të dashur shqiptar. Nuk e marr fjalën nga kafenet, nuk jam i kafeneve, nuk jam as i rakive, nuk jam as i duhanit, por ne i dim çdo lëvizje që bëhet në Shqipëri, edhe një gjilper të hidhet ne e dim. Nënat shqiptare janë veshur me të zeza, nuk pëqajnë dot me të dashur shqiptar, lotët e tyre janë të ardhur, ju kanë ikur fëmijë, nënat të dashur kudo që jeni në Shqipëri, pavarësisht se nuk jeni sot, djem të tuaj do vinë. Kudo që janë në përburgje, ne do t'i lirojmë në Evropë, kemi aq kompetencë, kemi aq fort, ne nuk pesëm as Hagën, as Francën dhe as një bashkim në Evropës. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, para 3 javë, u erdhi gjoja ministrat dhe kryeministrat të gjoja të Evropës. Ne kemi krijuar Evropë, erdhi ata rrugaqëria, ata hajdut që kanë ngritur vila e pallate në tokën shqiptare. Erdhë dhe flinin në hotelet në tokën e Skënderbeut. Flinin në hotelet bëni qep. A e patë Ramën të dashur bashkëdhetar shqiptar. U përkull për turp të ketë. Evropa të përkullet kashin ne, sepse ne do të jemi ajo që do të mbajmë botën, jo Evropën. Ne do të jemi që Amerika do valvoj ky flamur i Amerikës me shekull, flamuri shqiptar që është me mira fjetë. Të dashur shqiptar, qeveria që do krijohet është krijuar, ministrat i kemi këtu, qeveria do krijohet për 3 muaj. Unë bëj një kërkesë nga ju. Nëse ju e doni që ta bëjmë për 1 muaj, unë dua që të ngrini duart sepse ju përfaqësoni gjithë kombin për arsye, më falin, për arsye sepse unë kam sjell kushtetutën amerikane dhe është përkthyer në gjuhën shqipe. Është kushtetuta si dikur kushtetuta e Shqipërisë. Do më thënë vite e kanunit. Ajo është një kushtetutë që sot në Texas ajo përdoret. Të dashur shqiptar, unë dua nga ju, nuk dua që të vete, edhe kam të drejtë vete para parlamentit, po vjen turp të vete. Unë dua votën tuaj të thoni, a e doni Shqipërinë me kushtetutë amerikane? A e doni Shqipërinë? A e doni
Shqipërinë me president, për sa arsye po e them. A i shikoni këto dy partit që janë bashkë, kanë bërë një president, një kryeministër. Shikoni këtë bashkinë që është këtu të dashur shqiptar. 500.000 njerëz marrën, duhet të jenë tepër se 150. Marrën për të vdekurit e tyre, për fisin e tyre, marrën para gjakun tuaj, dirsën tuaj. Prandaj unë kërkoj nga ju të ngrini dorën nëse ju jeni vullnetarisht. Të thoni që do bëjmë me president, do të jenë 80 deputet, 41 senator. Të dashur shqiptar, mos keni frikë prej sot e tutje. Mos keni frikë kur. Shqiptarët kanë luftuar me shekull. Vërtet jemi thyer me shekull, po amas se kemi kthyer kurrizin kur. Vërtet u vonua Shqipëria të bashkohet, sepse rënja e murit të Berlinit u bashkua Gjermania. A herë kur u bashkua Gjermania, plani tjetër është i sotshëm, bashkimi i Shqipërisë me kufin natyror. Të dashur shqiptar, ne nuk mund të harrojmë çamërinë e bukur tonë. Ne nuk mund të harrojmë karvanin nga Çamëria deri në ulliqet e Vlorës, duke vrarë grekët. Unë i them kryeministrit grek që është racë shqiptare, ule kokën dhe i kam thënë që ditën që kam ardhur këtu në Shqipëri, edhe më s'po vjen me, këtu janë shqiptare që urdhojnë o grek shqiptar, o grek në Greqi. Eja edhe hiqja të skulpturën që e ka vënë, atje është toka e Skënderbeut. Hiqja skulpturën, të dashur shqiptar, janë hapur varre më të 4 anët në jug. Varret kanë hequr koskat e patriotëve shqiptar dhe gjoja kanë qenë të grekëve, që s'është e vërtet. Ditën që bëhet qeveria nuk do ketë asgjë. Jeni të bindur të dashur bashkëdhetar shqiptar. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria do të jetë dhe është me shekull. A e shihni të dashur shqiptar presidentin që keni në Shqipëri? Ju nuk e keni votuar, zgjedhur. Vjen një president nga Turqia. Vjen aty ai generali i emëruar, heq skulpturën e Skënderbeut sepse vjen një fytyrë e Turqisë. Harrovi Turqia që Skënderbeu ishte dhe iku dhe erdhi çlirovi Shqipërinë. Ai president të dashur shqiptar, vjen presidenti i Francës, një ordiner, dhe i mban ambrellën të pikonte shiu. Që në të kundër, ai francezi t'ja mbante ambrellën. Ne jemi stërnipat e Napoleonit, ne jemi stërnipat e Aleksandrit, të Teutës, të Skënderbeut. Të dashur shqiptar, nuk ka më kohë për ju. Të rinj të shqiptar i pat vetë fëllezat si flasën, din nga 7 gjuhë. Kurse parlamenti dhe qeveria që është, nuk din edhe shqipen mirë, sepse janë ignorant. Është llumi i llumit të Shqipërisë. Të dashur shqiptar, unë kërkoj nga ju, qeveria do bëhet me president me vota të lira nga shqiptarë, jo nga populli. Ajo, populli është një fjalë tjetër. Edhe ambasada e shkrojtje. Populli votovi, po jemi me shqiptarë, që është fjala shumë e madhe. Sepse u tallu me ambasadoren tonë Jurin Kim, i thanë Kimete, këta fytyra e shëmtuar. Të dashur shqiptar, ju keni vojtur më shumë nga disa gazetarë analistë që kanë qenë me gratë toger në kohën e Enver Hoxhës, janë për televizore. Televizoret nuk janë të shqiptarëve, po do kthehen me ditë do t'jenë tuaj. Unë e kam thënë e një intervistat e mia që në tërë Shqipërinë, që në Bregdet, që në kufijin tonë në Malëzi, dhe deri
të kufin me Greqin, po ne jemi den Çamëri, janë hotele dhe mbrapa hoteleve janë vila. Janë 1.200.000. Nuk janë të shqiptarëve të bërë. Janë të atyre zuzusve që erdhë para 3-4 javë këtu. Do t'i kini ju duke të endër. Toka shqiptare është në dorë të shqiptarëve, nuk ka me Çuçill të firmosi e Stalin. Po ka shqiptarë dhe shqiptarët janë kudo. Ne jemi në Amerikë, ne jemi në Evropë, ne jemi në Shqipëri. Prandaj të dashur shqiptar, unë kërkoj nga ju. Kur të bëhet me president, do bëhet me 3 drejtori. Drejtoria e policisë. Ne nuk i heqëm policat e thjesht që s'kam bukë të hanë. Venë më shtëpi dhe përfoljen me familjet e tyre që s'kan qa shpirt. Ata brenda një muaj, ata nuk u del për të blerë e për të pastruar plaçkat e tyre. Më falni, policia rroga me vogël që do t'jetë $1.200 më 2 javë. Dhe pensioni do t'jetë $600 të sigurt, plus eksperiencë të tjera për të marrë. Profesorëve unë i bëj një lutje prej këtush. Profesorët e vjetë, të dashur profesorët të vjetër, mësues të vjetër, hajdeni përsëri jepni mësim. E di që jeni në pension, e janë se shkollat tone janë mbyllur qëllimisht me droga, janë mbyllur qëllimisht që kultura tonë të zhduket. Jo jemi gjallë. Të betohem para jush, nuk do të ketë drogë në tokën e Shqipërisë. Asnjëherë kur, ama se gjbejnë, artistat tonë, matandetit pak na intereson. Ashtu si na kanë helmuar le të helmojnë. Të gjithë shqiptarë, do bëhen 3 drejtori të përgjithshme. Drejtoria e policisë duhet të jenë mbi 20 vjet. Nuk do hiqen këta që janë, do hiqen ata shefat e tyre që janë me urdhër, e bëjnë një polic shef dhe e thonë të japëm $300.000, hajde shko në Vlorë, shko në Korçë, bëjnë pazar. Parat e tyre janë me thisë. Parat do t'jenë tuaj. Pra policia do të ketë për 20 vjet garanti, nuk ka rëndësi cila qeveri do t'jetë. Ne kërkojmë 3 drejtori. Drejtoria e dytë do t'jetë FBI-ja shqiptare, pavarësisht se çot quhet kombëtare. Do t'jetë me të rinj. Unë ju bilutje të gjithë të rinjve, që janë ekonomistë, që janë juristë, duhet të jenë në byron kombëtare. Pavarësisht se këto ditë mendojnë të zgjedhin, të dashur bashkëtetar, duhet drejtoria e policisë, një drejtori e shkëlqyeshme që të mbrojë kombin dhe të shkojë dhe në Evropë. Pra, drejtoria e tretë që do të jetë më e rëndësishme, pothuaj në globin toksor, drejtoria e inteligjencës. Shqiptarët janë të aftë. Shqiptarët dinë gjuhë. Pra unë ju bilutjen e janë sa më parë të regjisojnë. Dikush mund të thotë nga ju, po mërë, ky Pilinçi, a është i çmendur, qa fletë shumë? Do me thënë, të dashur shqiptar, Pilinçi është me kem në tokë dhe e ka zemrën në Shqipëri. Pra, unë kam 50 vjetë në Amerikë. Jeta ime të dashur bashkëtetar është më shumë në avion se më tokë. Të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Unë e shoj që janë në përcepat, kanë frikë të të shojnë. Mos kini frikë që s'pyesëm ne e o prej dirami që a jesh së shkurkushi. Në nuk pyesëm asë për Sali Berishën. Unë jam personi që kam firmosur për Salin 33 vjetë më parë. Por mendova, nuk kishe të dashur bashkëtetar, ishën 5 veta për të bërë president në Shqipëri. Ishën për të bërë 5 parti. Po e them hapur do dalën letrat, ju i keni parë fotot e do t'i nxjerrëm incizimet të gjitha. Unë s'kishe çfarë të bënje, një nga këta do zgjidhje. Ishte Fatos Nano, i Partisë Socialiste. Ishte Berisha me Gramos Pashkon, i Partisë Fronti Demokratik. Ishte Gjinushi me Partinë Sociale, Ceka,
dhe sa brigotua gjoja me Partinë Republikane së Amerikë. Unë detyrova të zgjidhnje Berishën, jo pse ishte musliman, po ishte doktor dhe mendova që doktorët edhe hasëm ta kesh do të ndihmosh kur ai të jetë smur o të jetë plagosur. Ahere, ata menduan dhe i thash Ramis Aliz, Ramis, ka mundësi ta ndryshosh, se Partia Komuniste, Partia Socialiste në Shqipëri ka qenë, po ka qenë dhe Fronti Demokratik, dofta ju e nuk e keni ditur. Fronti Demokratik, kur të minin librezën frontit, ishe gati për arrestim e gati për burg. Pra, i thash ndëroje vere PD, e vuri PD. Por, nuk doli ashtu si ishte. Nuk dole filluan të vithin, filluan të shkëputin. Unë i them për sot Berishës, për këti mikrofoni. Ai mi je mirë dhe unë e njo dhe me dhe balë. Berisha largohu me turp, të garantoj nuk do t'jesh një ditë në burg, largohu, kërkoj falje kombit shqiptar, përkullu shqiptarëve, ka bërë gabim, shqiptarët pa tjetër do t'a falju. Mos i nga fëmijët. Berisha, nëse ti nuk e ben brenda javës, ti do arrestojsh të ditë. I e gati për arrestim. Ahere, qeveria që është në fuqi, Zvenc kryeministri është gati për arrestim. Të gjithë janë gati për arrestim, por ne po presim ju, ne duam qetësi. Kërkojnë edhe Ramën të arrestohet, të dashur shqiptar. Kur të bëhet qeveria, Rama në mëngjes arrestohet. Pra, ata duan rëmuj. Unë i them për këti mikrofoni, drejtorit të policisë të përgjithshme, drejtor. Ato armët që the i kam bushur, ne dëgjojmë edhe kurec rrugës me Edi Ramën e me çdo njeri. I e ri, ti mund t'jesh prap në detyra të ndryshme, mbaj policat në rregull, mbaj policat se s'ken buk të hanë, mos i mundohet të venë prishën shtëpit e shqiptarëve. Ato shtëpit janë në tokën e Shqipërisë. Pra edhe sot deshet bëni një provë, por mos e bëni shaka me ne. Mos luani me zjarri. Mos luani me komi shqiptar, sepse flamuri shqiptar është kudo. Të dashur shqiptar, unë di që jeni të lodhur. Do të vinë të gjithë nga janë e nga sjanë, nga Amerika. Mos e dini që shqiptarët vuajnë në përbot. A e dini që qajnë, jasteku i tyre laget nga lotë e tyre që kanë lënën në rrugë. E din të gjithë emigracionin. Vazhdojnë shkollën, kanë mbaruar universitetin me të gjithë drejtimet. Shqipëria ka nevojë. Shqipëria ka nevojë, ju duke dofta çudi. Unë kam thënë edhe për Kosovën para se ata të bënin votime. Nuk ka votime. Kur të ngrihet ky flamur në Kosovë, ahere Kosova do ketë votime. Sepse ai flamur që është flamur i detyruar. Për arsye se Kosovës i dhani flamur me ngjyra të ndryshme. Flamuri e shqiptar, kosovarët janë patriotë që kanë luftuar gjysh të gjyshi, nips të nipi, kanë luftuar me serbët, dhëm për dhëm, Malizi, Maqedonia jonë, Aleksandri Madh. Edhe Maqedonis i dërruan një emër. Po të dashur shqiptar, po si mund të ndërrohet emri? A e ndërrohen emrin ti? A u hypotën greket kur ata kishin fuqi. Ne ishim në heshtje, i pam. Pra, Maqedonia, Malizi, Kosova, qamëria jonë e bukur, është së shpeti bashkë me këtë flamur do valvoj. Prandaj shqiptar, e janë sa më parë, të regjistoheni në degë të ndryshme. Kini me çdo vend punë. Ne u kërkojmë sa më shpejt të bëhen qeveria. Sa më shpejt do bëhen zgjedhjet të reja direkt nga shqiptar, ta zgjidhin vetë deputetin, jo me emërime si nga të tjerë. Të gjitha janë të emëruar. Të dashur shqiptar, janë bllokuar shumë para në përbankat. Disa mund të thonë që, por mirë, janë bllokuar ato, kush do t'i marrë? Do t'i merrni ju shqiptar. Unë nuk e kam thënë kot, 97% të shqiptarëve do kenë lumturi dhe 3% do t'jenë e ata në përburgje që kanë bërë këtij kombi. Të dashur shqiptar, janë miliona e miliona e miliona
dollar, euro të fshehura kesh. Ju e pat vetë të dashur shqiptar në qyjet, një pastrues e kishte $1 milion. E minimum sa para kanë? Pra, unë i them prej këtu, e Ilirit që është në burg. Ilir, ti po më dëgjon, ti më je mirë, e ditë e fundit para se të vinje, kërko vendim. Ilir, tregoj një nga një, ne i dim. Tregoj një nga një, bashkëpunëtorët tënë, se sa miliona dollar ke marrë Gjoja për garbiqet që bere këtu kompanin, i mbani për vete. Ilir, je i ri, pamarësisht që ke bërë. Unë nuk dua një njeri që tjetë në burg një shqiptar, se i bet qefi armiqve tonë shekullor. Po dorëzoni ato që keni marrë, ne i dim ku janë. Pra, të dashur shqiptar, unë e shoh që jeni të mërzitur, e shoh që keni erdhur, ne shikojmë çdo gjë, e shoh që nuk e nxirri dot javën, jo muajin, sepse Shqipëria, si që thash përpara, Gjoja janë 800.000 pensionistë, jo vëllezër. Janë 420.000. 400 e ca mijë i marrin Gjoja për njerëzit e tyre, Gjoja të kam vdekur, u marrën parat. Tamam si që marrën në këtë bashki, këtu parat, që nuk punojnë dhe marrën parat. Pra ato do t'jenë tuaja. Të dashur shqiptar, a e doni Amerikën të valvoj flamuri më çdo vend? Ambasada që është ambasada Amerikës. Përveç ambasadës amerikane nuk do shini asnjë ambasador me të bëjë si governator që fliste këtu, vinë nga Italia me i palë kostume dhe kthehen me valigje me para. Kur ambasador nuk do dali me i huaj të dali të flasin për punën e Shqipërisë. Jemi zot ne, pra nuk do ketë me të dashur shqiptar. Unë po e them hapur fare. Unë jam në Amerikë, e një mirë politikë në Amerikës, jam atje ku duhet, mos mendoni, kur vjen do një kongresmen nga Amerika, apo si ai lishtori që erdhi këtu, që mori $22 milion nga Berisha, kesh, dhe kur e shinë shqiptarët, edhe thonë, është Amerika, jo të dashur shqiptarë. Unë e thasha ditë dhe a i të nesme në largua, sepse a i kësha ardhë privat, ashtu si ka gënjerë në Amerikë 200 milion, nuk ka dhenë taksat, edhe a i do tjetë në burë. Kur u vjen dojnë deputet i huaj, mos u mërzit një shqiptar, nuk ka fuqi. A i s'ka fuqi në shpinë e ti. Pra janë të ndarë punët në Amerikë, të dashur shqiptar. Është presidenti e ka punën për 4 vjetë. Baron punën, ikë një shpinë e vetë. Kongresmenet fitojnë dhe u masën. Por Amerikën dhe botën e mbajnë organizatat që janë të fuqishme, që e duan në regjimin demokrat dhe mbrojnë kombin e botës dhe do t'jenë në tokën e Shqipërisë të mbrojnë tokën e Skënderbeut që vuan. Vetëm Skënderbeun të dashur shqiptar kanë lënë në Shqipëri. Dhe të gjithë i kanë hedhur poshtë patriotë e Shqipërisë. Që në Skënderbeu gati 200 metro, 2 metro e lartë, do ngrihet me mermer, do shkruhen emrat e patriotëve për 1000 vjetë, do shkruhen emrat me Germa Florini, sepse ne shqiptarët kemi krijuar Evropën edhe botën. Kudo kemi qenë president. E Faroku, në kohën e fundit, mbreti e Egyptit ishte shqiptar. 300 e ca veta kemi patur kryeministra në Turqi, janë shqiptar. Kudo janë shqiptarë, mbret kudo kanë qenë, por ne, sot po e them, tofta nuk u vjen mirë, ne po sulmojmë njëri tjetrin. Ne nuk po e duam njëri tjetrin, ne nuk po e duam vëllam, na ka futur hasmë këto 2 parti, qëllimisht, e ema është me pësen, i biri është, që jam me pëden. Ato janë të dyja një lojt, i pat. Pra, nuk është puna vetëm të punës, që e punës e pam, në beri të tere uzbeqar, por kjo është një diçka të dashur shqiptar, që regjimi me qese e zuri Zotnia, ishte dritarja mbyllur, ishte pengjera mbyllur, nuk shimim gjë. Sot derën e ke hapur, dritarjen e ke hapur,
po nuk të lenë tecësh, sepse kulturën nuk e duan. A i shini policat si rrinë, më vjen keq për policat. Policat janë mbrojtja e kombit, dridhe, s'kan qa ben. Mos i gjuani policat, qëllimisht i gjuani. A i pa që ja hodhë kapelen policit, a i shdo thot që? E hodhë flamurin e kombit. A i respekti i kombit, policia. A i pa bukë sot, 3 vuajnë sot, 3 kryesorë, policia, pensioni dhe arsimi. Qëllimisht të 3 shtylla i ka lënë bosh. Pra dashur shqiptar, mos jini kundra policisë, po t'jini kundra personave. Mos jini kundra të diqni pallate, të jini goma, po t'jini kundra personave. Nëse unë jam i demsh, t'jesh kundra me, nuk ka pun pallati e bilik që janë mërbe me djerës. Pra të dashur shqiptar, erdi koha juaj. Unë shumë sot, shumë pak e një erdi. Unë mendova se do vini për veten tuaj. Unë s'kam hall të vinit për mua. Unë kam hall që ju të shpëtoni. Ju do shpëtoni të dashur shqiptar. Do të vinë fëmijë shumë shpejt. Do keni pallate. Vetëm krye qyteti Tiranës ka 125 hyrje bosh që nuk u e pjuve. I bante për të shitur. A e keni parë vingjë si ka ngelur për kullat? Do t'jenë tuaja. Do t'i keni gratis çdo gjë. Do t'i keni ju shqiptarë. Pra të dashur shqiptarë, mos keni hall nga asnjë ambasador përveç ambasadës tonë Amerike. Ajo është shtëpia jonë. Ajo është ambasada juaj. Sepse në kohën e regjimit komunist 97% e donin Amerikën. Të gjithë që hyrin në burg i dënonin 5 vjet, 10 vjet për çështjen e Amerikës. Pra Amerika është këtu. Amerika u ndihmon. Amerika është kudo në cepat e kufirit. Dhe unë i them kosovarëve që do kenë qeveri teknike këto ditë përsëri. Jo me ata që ju keni patur. Kjo është ndalesa. Kjo është ndalesa juaj që nuk po zgjidhin dot. Nuk po zgjidhin dot parlamentin. Të dashur shqiptar që kudo që jeni. Si që thash më parë, Malizi, Maqedonia jonë, Kosova jonë, Qamëria e Djegur, do t'jemi shumë shpejt. Por ju duhet qëndroni burra, duhet qëndroni të takojeni me vllain kur shkoni sonte në shtëpi, të takojeni me motrën, të lini me janë, pronat do t'i kemë pronarët e liqmë, jo ish pronarët, pronarët e liqmë. Kasa duash pasuri të dashur shqiptar për të dhenë. Kasa duash pasuri, që është toke e shqiptarëve. Vetëm një Skënderbeu ka lënë këtu dhe këte, më datën 6 maj kishte datëlindje Skënderbeu. Një lule nuk e hodhë, po kanë vënë disa skulptura këtu të disa rrugaçve. I kanë vënë emrat të disa rrugaçve. Të dashur shqiptar, shumë shpejt do jenë emrat e patriotëve që ka luftuar për këtë kohë. Të mos keq kuptojnë e në luftën e dytë botërore. Të gjithë ata që ujtojtë në fillim gjoja nacional qëllimtar, ata ishin luftëtarë për çliruar Shqipërinë. Nuk e panden se bolshevikët më në fund t'i bëjnë komunista. Të jeni të bindur që unë kam qenë me sytë e mi në kampet e ndrënimit. Edhe ata nuk e doni, po s'kishin qa beni. Pra të dashur shqiptar, lini me janë. Lini me janë të gjitha dhe të bashkojnë i bashkë, të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror, të bini pension, të gëzojnë nena e babaj, $600, nuk e them këte për të mashtruar, se mësova këtë fjallën mashtrim, se kështë ditur do njëherë, këtu në Shqipëri e mësova, pra të dashur shqiptar, bëhet realiteti të meni pension të rregull, të vinë mësusët, të shpini fëmijët se shkollët janë boshuar qëllimisht. Dhe kanë ikur matan detit, u presën ju të vinë në shtëpi, ju presën ju të bashkojnë, të gëzoni një ditë, të bëjnë një dasmë së bashku e jo të ndarë. Erdhi koha e bashkimit, policë, kudo që jeni, rrini u erdhi dita juaj, dita e gëzimit tuaj, nuk do të heq njeri nga puna, edhe ata që janë në qeveri, ata që janë të aftë, do t'jenë, ata që kanë hyrë për çështje pazari,
të largohen para se ne t'i largojmë. Të dashur shqiptar, e janë në zemra, pavarësisht se kjo quhet parti, po kjo nuk është parti. Unë ishe detyruar dhe po them para jush të vi një emër për para parti. Unë e kam bërë me ligj, partia e PD-s, partia e PS-s, nuk është me ligj, e kanë bërë vetë si të duan. Unë e kam bërë me ligj edhe vura emri parti. Po kjo është shpresa e kombit, kjo është shpresa e ashme e kombit. S'kemi nevojë për parti. Partia janë shqiptarët, të dashur shqiptarë. E janë sa më parë do të kërkoj qeverinë teknike dhe shumë shpejt do vem, po jo në ajo kryeministria që ka vrarë njerëz me shekull. Edhe në jo kjo ministri e brendshme që ka vrarë patriot të Shqipërisë. Pavarësisht e në fillim, pavarësisht dhe kur vranë Beqir Balluku me shok, përsi ishte shqiptar. Atë, më fali për atë ne do të bëjmë tamam një vëtse. Në publik, sepse ka vrarë shqiptarët, ajo, ka vrarë me emrin e Serbit, me emrin e Rusit, mos kini frikë të dashur shqiptarë. Nuk kam bë Rus e Serb në tokën e Shqipërisë. Janë shqiptarë. Mos kini frikë që do të vinë tuaj, indian, jo shqiptarë. Në tokën e Shqipërisë jemi një racë. Jemi katolik, jemi krishterë, jemi musliman, por jemi shqiptarë. Feja ime është kjo. Të dashur shqiptarë, bashkoni bashkë, natën e mirë, e janë sa më parë, të regjistojnë të rinjë, fëmijët tuaj që kanë shkollë, sa më parë të regjistojnë dhe 3 drejtorit që do t'jenë kryesorja. Ne me ju do të bëjmë Shqipërinë. Të gëzoni një ditë, do t'jetë dhe lutë. Kosovarë, mos u tremni nga serbët. Po të aprovojnë, do t'jemi deri në Beograd. Amerika do t'jetë deri në Beograd. Unë kam të drejtë të them, sepse jam shqiptar, jam gjysh të gjyshi, po jam edhe Amerikan, së gjyshi tim në Amerikë, gjyshi tim në Amerikë, gjyshi tim ka sjell ambasadorin e parë, me 122 këtu në Tiranë. Të dashur shqiptar, t'jeni të kënaqur, të afroni njërë me tjetrin, mos kini shërë as me lagjen, jemi shqiptar, bëni qefin njëri tjetrit, për arsye, erdi dita jonë e lumtur, presot e tutje, ju mos kini frikë, nëse ju janë diçka, nuk do të ketë taks as gjë, mos pagoni presot e tutje as një gjë, nuk ka me qevri, qevria ka rënë. Ka rënë qevria, ka rënë komunistët, ka rënë bolshevikët, por ne dosjet i kemi originale. Nuk do t'i hapëm të vjetrat, do hapëm dosjet e 32 vjet, agjentat dhe spionët që kanë dëmtuar këtë kombë. Janë kryetarët e partive, janë dhe gazetarët e vjetër, janë dhe analistat e vjetër, ata janë anti-shqiptarë. Natë e mirë të dashur shqiptarë, të gëzojmë Shqipërinë me kufin natyrore, Malisi, Kosovë, Shamëri, bashkimit me kufin natyror. Natën e mirë të dashur shqiptarë. Atë i laçin